Allahu Azza wa Jall ka thënë wa ja'alnakum ummatan wasata. Ne jemi ummet mesatar. E në çdo sen mesatarja është e kërkuar në fenë e Allahut Azza wa Jall. Pra, mos ta shqyrim xhamatin shumë, e në anën tjetër me lën familjen shumë. Pse? Se atëherë im në hak edhe familjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi atë sahabin duke i thënë inna li jasadika alayka haqqan, ka thënë vërtet trupit tonë ki hak, familjes tonë ki hak, trupit tonë ki hak, jepja hakun çdo sendit. E kështu që kur është koha e ligjëratave, atëherë domethënë duhet me lën familjen. Pse se tash është domethënë koha e ligjëratës, koha me shku me fal namazin e teravis, edhe koha e ligjërimit. Mirë, po kur është koha e familjes, mos thuj valla s'du me net me ju. Jo, pse se i në hak, edhe ata kanë me kërku hak, domethënë prej te në ditën e gjykimit. Kështu që çdo sen duhet me shku që thot populli me karar, me caktim, domethënë me nda punët. Jo me shku domethënë një punë me marr shumë, këtë punën tjetër me lan. Po ashtu me nda punët. Sigur që tha, me nda punët, me këshirë domethënë sot çka du me bo. E bëj programin, sot domethënë nëse kam një ligjërat, në filan xhamie, du me shku me majt ligjëratën, pas ligjëratës domethënë jam i lirë, edhe du me shku mu kujdes për familjen. Mirë po, jo me anashkalu familjen tërsisht, sepse i him në hak familjes. E nëse i him në hak familjes, atëherë domethënë ndodhin edhe problemet, nuk ka mundësi domethënë as respekt ndaj gruaja ndaj burrit, as fëmia e kështu me radhë. Mirë po, e marrim një mesatare, domethënë është koha e namazit, atëherë shkojmë bashkarisht në xhami, e falim namazin, pasi që ta falim namazin, dalim me familje, pim ndonjë kafe, çaj apo ndonjë amërsin hajm, edhe kthehemi në shtëpi, e besoj që kështu e majmë atë balancin. Mirë po për ndryshe kemi me deviju. Nuk kemi ma mujt as këtë me majt, mirë po as këtë tjetërën. Po ashtu duhet me pas kujdes edhe në haje. Edhe në haje duhet me pas kujdes për me majt atë balancin. Pse? Nëse hajmë shumë, atëherë kena mu konë më të dopt në ibadet. Nëse hajmë shumë. Shpesh herë kemi ndëgju, për xhamatlive duke thonë, sonte filan hoxha e zgjati shumë. Jo be vëllavjem, nuk e ka zgjat shumë hoxha. Që ato 7 ajetet të suratul Fatihas, ato janë qashtu. Nuk e ka zgat, mirë pas nuk e ka shkurtu, mirë për ndoshta ke ngrënë ti shumë iftar. E ke lodh vetën tënde, tash trupi ka nevojë domethënë për pushim. Ne shumë e kuptojmë keq domethënë agjërimin. Ne mendojmë se agjërimi është domethënë për me hangër, për me pi. Mirë pa agjërimi nuk e ka këtë kuptim. Duhet me agjëru, jo me pas mendjen valla unë çka do me hangër, sa do me hangër. Jo. Ne duhet me agjëru për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe mos me lodh veten, se nëse e lodhim veten gjatë ngrënjes të iftarit, atëherë nuk kena pas mundësi as me shku me fal namazin e teravis, se ka me na zon xhumi, kena mu lodh, mirë po në anën tjetër edhe familja nëse kërkon diçka, kemi thënë jam i lodhur dhe nuk ka mundësi me kry. E kështu që çdo herë të mundohemi ta gjejmë mesataren, sepse Allahu Azza wa Jall kështu neve na ka kriju, wa ja'alnakum ummatan wasata. Ne ju kemi kriju juve ummet mesatar.